Mirëmbrëma dhe përshëndetje të dashur teleshikues dhe mirë se takohemi në emisionin Aromë Shkodrë. Shpresoj që në javët e kaluara ju keni gjetur personazhe shumë simpatik, tërheqës që sjellin mesazhe interesante dhe ne vazhdojmë në vazhdën e kësaj përpjekje son për të sjellë personazhe të cilët mundësisht ta kenë për herë të parë daljen në emisionin Aromë Shkodrë. Dhe rrezja e ftesave tona nuk mbetet vetëm në qytetin e Shkodrës, por i kalojmë kilometrat edhe shkojmë deri në Gjirokastër. Dhe ndryshe do ta quani për gjithë ata që nxiten edhe nga emri i emisionit Aromë Shkodrë, sonte kemi Aromë Gjirokastre në Aromë Shkodrë. Dhe këta aromë të mirë të Gjirokastrës na sjell Mimoza Nebiaj. Përshëndetje dhe mirëserdhje. Përshëndetje dhe mirë se u gjeta. Kënaqësi që të kemi për herë të parë në emisionin Aromë Shkodrë. Kënaqësia ishte e mia. Si shkoi rruga nga Gjirokastra? Pak e lodhshme, po megjithatë mirë. Më vjen mirë për këtë. Gjithë teleshikuesit tonë kush është Nebia? Nebia ka disa cilësi dhe dhunti që ja ka falur Zoti dhe që me përpjekje të jashtëzakonshme është përpjekur të sjellë ato në realitet dhe pra në gjithë teleshikuesve apo gjithë lexuesve. Hobi sa i parë që e ka sjell atë në vëmendje të gjithë audiencës, jo vetëm në Shkodër, pasi në Shkodër vjen për herë të parë, por dalit e saj televizive janë disa herë në disa televizione kombëtare dhe lokale në Shqipëri, është poezia. Pra ne kemi sonte një shkrimtare e cila ka lindur në Përmet, por jeton në Gjirokastër. Jo, rënjët i kam në Përmeti dhe lindur rritur në Gjirokastër. A, në Gjirokastër, por rënjët i ke akoma me Përmetin. Në Përmeti, po. Dhe gjithë po thonë Kozeta, na e ke bë me hile sonte, ke thirrur një patriote tëndër, po patjetër, një dobësi të vogël do e kemi dhe unë për vendin ku kam lindur. Ti nuk e dije që unë isha në fakti isha mësuar rastësisht. Rënjët e prindërve të mi unë i kam në Përmeti dhe lindur rritur në kaldrëmet e Gjirokastrës. Po kur të pyesën nga je si thua ti? Unë them nga Gjirokastra, them. Nga Gjirokastra? Po rënjët i kam në Përmeti, rënjët nuk i haroj kur. Okej, po edhe kështu quhesh e justifikuar. Pra e mirë është që rënjët të mos i mohojmë asnjëherë. Anojnë të dyja, dhe në Përmeti dhe në Gjirokastra. Përveç se poezisë, ju keni edhe një pasion tjetër që është muzika, dhe vini si këngëtare, si kantautore, ku dhe krijoni tekstet, krijoni dhe muzikën edhe i këndoni vetë. Pra ne do t'ju surprizojmë sonte me gjithë të dhunti që ka zonja Mimoza. Por bisedën do ta bëjmë të alternuar midis një jetë plot sakrifica, që në cilën ju vazhdoni t'jeni, sepse nuk është se kanë mbaruar shqetësimet dhe problemet, por edhe një shpirti që nuk mposhtet nga sfidat e jetës dhe ti vazhdon dhe krijon. Dhe unë mbaj në dorë botimin e saj, vëllimi që ka arritur me shumë përpjekje për ta nxjerrë në treg për të gjithë teleshikuesit Trisht dhe ndjenjë. Dhe që në titull e mikson gjithë këtë hapje të emisionit që bëmë qysh në fillim. Pra një vëllim me poezi. Po tani të flasim pak për ty, që të njohin gjithë teleshikuesit. Pra na tregove që rrënjët e tua janë nga Përmeti, por je lindur në Gjirokastër. Po. Jeta jote në Gjirokastër? Jeta ime nuk ka qenë as pak e vështirë në Gjirokastër. Ka qenë një familje e bukur, po edhe vështirë. Nuk e dija që sëmundja e bashkëshortit tim do më shëmte dhe do më përmbyste botën. Në moshën më të bukur, në moshën 27 vjeç, kur shoqet e mia ishin pa martuar, mua më sëmuret buri me leuqemi, infeksion gjak. Atje që një goditje e madhe për mua, nuk e prisja. Të gjithë e dinin kurse unë jo. Ishte një sëmundje e quajtur leuqemi, infeksion gjak. Ti ishe 27 vjeçë? 27 vjeçë. Sa vite kishtë martuar? 5 vjetë me gjithë, 3 vjetë ndënja me bashkëshorti dhe 1 vit e gjysëm në spital dhe unë mbyll jeta time bashkëshortore, ka që, me 2 djemë. 3 linda saktësisht, 1 më vdiq, fëmija e parë më vdiq, e linda dhe 2 të tjerë, kur linda djelën e vogël më smur bashkëshorti. Atje pastaj filloi kalvari gjatë i vuajtjeve të mia, pas vdekjes së bashkëshortit. Isha Leone, djali që e 1 vjeç i vogli, i madhi 2. Atje filluan peripecitë e mëdha të vështira. Me ndihmën e prindërve gjithmonë edhe të vëllezërve se me 12.000 lekë që më lidhi shteti nuk mundesha dot të jetoja të mbaja fëmijët. Fëmijët më vinin më kërkonin baban, qenë të vegjël, do veja një jetë e vështirë shumë e madhe për mua, shumë e vështirë. Do ngarkohesha me dru. Në kurise, kishim një lumë afër atje, bukën do t'a bëja me dorë, do t'a piqja në saqë, e ngarkohesha dhe me dru, bukën e dorë,
edhe robat në dorë i laja. Edhe fëmijët me qanin. Më vinte nëna, më vinte kunata, nuse vlajt që Në çfarë vendi Gjirokastër? Në Valare kam qenë në fshat. Ka qenë shumë e vështirë për mua. Një vajzere me ëndra plot. Pasioni për të shkruar poezir, mua më ka lindur që në shkollën 8 vjeçare. Atje lindë hapat e para të pasionit tim për të shkruar poezi. Po kisha dhe pasionin tjetër ëndrën që kisha unë të besha këngëtare. Këndoja. Që ta kuptojmë jetën tënde. Pra ti pas vdekjes së bashortit u përballë me probleme, rritjen e fëmijëve, vështirësitë që sjell jeta në fshat. Po, sa kohë qëndrove në Valere pas vdekjes së bashortit? Atje kam qëndruar 2 vjet që kam ardhur në Gjirokastër. Më ka rregulluar bashkia një dhomë se duhet të jem afër spitalit dhe në Gjirokastër edhe në Tiranë. Atje gjithë të leshguesit pyesin pse përsëri pranë spitalit? Se buaj na i sërë së mundesh, na kancer i gjirit edhe na shumë problemet të tjera. Edhe duhet të jem afër spitalit, duhet të ngrihem shpejt në mëngjes që të vete tek onkologjiku, edhe të bëj dhe analizat këtu në Gjirokastër, edhe pastaj të nisem në Tiranë një në 3 muaj, një në 6 muaj, për problemin që kam në gjih. Sa kohë ka ky problem? Ka 2 vjet. Që më shfaqur simptomat e para, kisha rrjedhje, kisha dhimbje. Tani më ka dalë dhe një mas këtu në anë të gjirit, që u luftoj për ballem. Ndërkohë jenë me mjekim, me shpresën që jam me mjekim. Të stabilizohesh dhe t'i kthesh, dhe ne ta urojmë me gjithë shpirt. Faleminderit shumë sepse pas ke kaluar shumë peripeci. Shumë peripeci kam kaluar në jetë edhe akoma po kaloj peripeci. Gjendja ekonomike është e dobët me vështirësi të mëdha. Ndërkohë fëmijët çfarë moshe kanë aktualisht? Janë të rritur tani, po. Jetoni së bashku të gjithë apo ata kanë ndjekur rrugët e tyre? Djali e vogël e kam në Vlorë, në shkollë të lartë. Kurse djali i madh këtu, herë punon, herë punon. Pas mundësive. E kuptoj. Kështu që përpjekja jote ka vazhduar deri në këtë momente, pra jo vetëm thjesht përballimi i situatës pa bashortin, ku ti bësh edhe baba dhe nën një herësh për rritjen e fëmijëve. Duhet të bëjmë edhe burrë e grua edhe në kushte të vështira. Përballuar jetën e vështirë. Është shumë e vështirë, sidomos për një grua. Në këtë kohë që ka ardhur sot, është shumë e vështirë për një grua të përballojë jetën e vetme. Deri tani unë e thash më kanë ndihmuar prindërit e vëllezërit që i rrita ata fëmijë. Edhe tani nuk më kanë lënë, por çdo njeri tani ka hallet e tija. E kam qartë. Jeta në Gjirokastër këto 2 vite është pak më e qetë, megjithëse ti Gjirokastra është vend i qetë, nuk ka probleme. Vetëm që është vështirë për punë. Atje nuk ka as të ngacmon njeri, as të bën njeri. Gjirokastra ka një zhvillim vitet e fundit të turizmit, Turizmi është i përhapur shumë, sidomos në qafën në pazarit lartë. Atje zhvilluar shumë. Çdo ditë vijnë turistë në të gjitha vendet e botës. Turizmi ka përparuar. Ndërkohë ju jetoni me? Unë tani jetoj vetëm, herë vete në fshat, herë më vjen edhe djali aty, jetoj në një dhomë që ka më duar bashkia. Se jam person, që jam ekonomi të dobët. E kuptoj. Mirë, kthehemi te pasioni, te poezia. Thej që në klasën 8 vjeçare, siç ka qenë atëherë. Në shkollën 8 vjeçare unë kisha pasion shumë të madh për të shkruar poezi. Edhe mbaj mend një herë kam bërë një poezi për gratë shqiptare. Po atëre ishte, thoshin, gabim politik. Edhe ishin një 2 reshta që më tha jo mësuese e letërsisë. Mimoza më tha mua ke bërë një gabim politik. Sa vjeçë ishe ti? Në klasë të 8 i bie 14 vjeç. 14 vjeç, pra në klasë 8 pas ke bërë një gabim politik? I thashun, më vjen çudi, i thashun që unë pas kam bërë gabim politik. Ku e pas kam bërë? I thashun që gratë të ngrite të ngjite në tribunë, i thashun në sallën e kongresit, ky është gabimi politik, i thashun për gratë që kanë prirur. Tha, duhet i heqësh këto reshta, jo këto reshta unë nuk i heq, i thash, edhe vitë më arresto, sigurimi shtetit, i thash. I mban mend disa nga ato reshta çfarë Nuk e mbaj mend, nuk e mbaj mend me saktësi, se kanë kaluar vite tani, po që i thashun ato reshta unë nuk i heq. Le të vijë sigurimi shtetit, i thashe, le të më arrestoj. 14 vjeç edhe këtë përgjigje? 14 vjeç edhe më kërcënuan për të më futur brenda. Unë nuk i heq ato reshta, i thash. Asnjëherë. Edhe sot që vazhdoj reshtat, ka raste që më futen në poezi, poete që nuk kanë
nuk din fare sensin e të shkruarit të poezisë. Po, një 14 vjeçare shkruan ti për kongreset atë? Për kongresin. Një 14 vjeçare për kongresin? Po, kishin luftuar gratë atëherë. Edhe të shotin nën që në gjithë sallës së kongretit, më kuptohet ajo që merrte në krah Malierin, i krijova këto vargje. Edhe tani poezin do ta krijosh edhe me 5 reshta, edhe me 10 reshta, edhe me të gjatë. Edhe më futet dikush në grupet poetike se ju shpërndaj. Më thot Mimoza, mire ke bërë, thot, po pse me 4 reshta? E ke fjallën për krijimtarin tani? Po, tani. I thash unë, më vjen çudim ai poete, i thash tani, s'mund të them poete ti që të ka poezi me 4 reshta. Ka të tjerë, i thash, mund të më kritikojnë mua, jo ti. I thash unë poezia, i thash si të rimoj, si pas vargut, si të vjen frymëzimi, unë e hedh. Dire, ti si askushi të më korrigjosh mua, ka të tjerë kritik, i thash të më korrigjojnë mua në reshtat e mia, nuk foli më falë. E bëre më, i thash unë do të blokoj. Ashtu, Po, ja preva shkurt. Kryesi çfarë të frymëzon? Se më thot gjithmonë një shoqe, kam shoqe të mira ata. Barbona quhet ajo. Pse është e mira ajo? Është shumë e mirë se më ka për krau. Kam shumë dhe atje ku jam, se do të them në fund për këtë që kam këtu. Shkruajta në poezi gjithmonë më vete dora vetëm te hallet e mia. Sa mundohem të shkruaj gjithmonë për gëzimin, apo të shkruaj për dashurin. Kur po shkruaja para ca ditëve poezi, se unë çdo ditë shkruaj poezi, e hedh në grupe të ndryshme edhe në Facebookun tim. Edhe më thot, bukur e ke krijuar poete, më tha, mua kjo, po do më japësh fjallën, tha që do shkruash për gëzimin, më tha mua. Unë do ta jap fjallën, po i thash, por nuk e di në do ta zbatoj, thash, këtë përsi që më dhe, se mua gjithmonë dora më vetëm te dhimbja. Të shpresojmë, tha që do shkruash ta vetëm për gëzimin. Rri 2 ditë, prap hodha për dhimbjen. Nuk më bën dora që të shkruaj për gëzim. A ke pasur ndonjë ditë gëzueshme në jetë? Kam patur vetëm te fëmijët e mi, kur kanë ditëlindjen ata dhe në ditëlindjen time që festoj me djemtë e mi. Por ka dominuar ndjenja e dhimbjes më shumë. Gjithmonë mua do më rishkasi lotët dhe t'i ha lotët në barkë, se nuk ka ditë gëzimi për mua, nuk ka asnjë ditë. Për të gjithë teleshikuesit ne do të ndjekim një poezi, se me siguri ata janë kurreshtar të shohin se si krijon. Dhe ne jemi munduar me një bazë muzikore, me pak interpretim modest, do e thoja, le të ndjekim një nga poezit, do të kemi gjatë emisionit edhe poezit të tjera. Vuajtje pafundësisht. Sa naive qenkër kanë këto gratë. Besojnë burrat me thënien e parë. Kur duhet të vinë ata nga mërgimi, nxjerrin preteksin. Jemi larg. Dhe burrat spërtojnë në telefon. Lajkatosin gratë me fjalë të bukura. Dhe lamtu mirë shpirti. U besojnë të shkretat. Përgatiten si flutura, por pastaj vuajnë pafundësisht. Dikur syri derdi lot, dikur zemra rahu fort, dikur vargje dashuri si shkroi, shpirti saj, e di sa duroi. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer, ne do të kemi dhe poezi të tjera në vijim të bisedës, por le të vijojmë në Elam tek shoqëria që ke? Po. Aty ku kam ardhur unë, se unë jetoj më ka akomoduar bashkia një do. Dhe jetoj me njerëz të mrekullueshëm. Aty ku jam, më kam përkrahur jashtëzakonisht. Është një shoqja ime, një mikja ime, mund të therras edhe motër. Edhe gjej rastin ta falenderoj aty ku jam, që më ka përkrahur jashtëzakonisht kur kam ardhur, jam futur në atë do. Një grua jashtëzakonshme, është një financiere që e kam unë atje. Nuk e di në duhet ja përmend emrin, po... Jo, patjetër ja themi emrin dhe e përshëndesim edhe këtej nga Shkodra. Unë e përshëndes Rezarta Gozhita Aliko. Okej. E pëlqen në poezinë tënde, do të jetë para. Besoj që e dëgjon një poezi tënde. Më ka përkrahur jashtëzakonisht atje, më ka bler dhe ngroje, më ka bler edhe
roba... ndihma pas ka qenë shumë e madhe. Ndihma në ajo grua është e jashtëzakonshme dhe ajo më mbron gjithmonë në çdo çast, në çdo... Unë e kam prezent atje ku jetoj. Është një grua e jashtëzakonshme. Dhe unë e përshëndes dhe i them që unë e dua shumë. Është mirë që në këtë jetë jemi mirënjohës dhe njerëzve që na ndihmojnë, sidomos ti e ke vuajtur faktin që nuk isha njeri. Nuk isha njeri në atë dhomë ku futa unë, e vetëmja grua që mua më ka përkraur, më ke mua këtu, tha. Qa të mban të fort në këmbë? Se shoh që edhe grua e fort, pavarësisht vuajtjes. Po. E shpreh edhe në tiparet e fytyrës së gjë, je lexueshme. Po, unë lexoj shumë. Çfarë të mban të fort në këmbë? Mua më mban vetëm fëmijët e mi më mbajnë në këmbë. Vërtet? Ata më japin forcë, ata më japin kurajo për çdo gjë, se ndonjëherë dorëzohem. Dhe them nuk mundem më. Ti u shpreh që ke 2 djemë? Po, kam 2 djemë. E ndje mungesën e një vajze? Se për nëna shqiptare thuhet, po të kisha një vajzë. E ndjej mungesën. Po ta kisha bashortin gjallë, do ta kisha bërë një vajzë. Në mes të 2 vëllezërve. Ashtu me recept, me formulë? Nuk shkojnë ndoshta gjërat ashtu, por... Jo, nuk shkuar. Se mua më vajtën 3 djemë. Për aq kohë, brenda 5 viteve? Nuk isha kohë për të bërë, po i bëra 3 djemë, shikur 2 kam të gjallë, njëri më vdiq fëmija e parë, nuk arrita do të ambaja në duar. Gëzimi para ishte. Pastaj pas iku fëmija më së murguri. Ne përmendëm kush e di sa herë bashortin dhe ne pa njohur fare krijojmë një lloj respekti. Kisha një burr të mrekullueshëm. Sepse edhe nga zëri, mënyra se si flet për të, e kuptojmë që ka qenë një martesë e mirë. Kisha një burr të mrekullueshëm që Zoti nuk më la e deshte atje. Duheshim shumë. I ke dedikuar dhe një poezi? Po. Do ishim shumë kureshtarë? Po. Në mendje më vjen ajo kohë kur isha me ty. Gjithë bota ishe imja se të kisha vetëm ty. Hallet i ndanin bashk, por më të shumë të ati merje ti. Nuk doje që pesha të më binte vetëm mua, se i til ishe ti. Iknin vite dal nga dal, ne gëzonim si fëmi. Na u shfaq pa pritur një sëmundje, ajo quaj leuqemi. Ishim bërë me djalë prap, ti gëzoje si marë, po që do dashuria ime, nuk e ngrije do të në krah. Të luta vetëm një qast, se unë simptomat e dhimbjes nuk i dija. Të thash mere vetëm një qast, që ta mbaj mënd baban. Ti e more vetëm një qast, po sa rite do të ngrije lartë, se fuqi të lartë. Unë e shkreta të shikoja, por asgjë nuk kuptoja, në përbuz lotët i shkoja. Ti e dije o burimi ndjerë, se ashtu si të tjerë, leuqemia nuk ka shpëtim. Një vit e gjysëm mundi të shtyj. Ti ka qkoj mbajte brënda dhe mua nuk më tregoje, nuk doje që dhimbjen të mashtoje, se aq shumë më doje. Dhe së mundja përparonte, në gratë të fundit po shkonte, ti u largove nga kjo jetë, po për mua të mbeti peng, se më le një vajzë të re. Por më shumë me rak të mbeti ty, që nuk më le do të një shtëpi, ta gëzoja me fëmit, po ti të presh i qetë, se do t'i mbaroj në djemt. Ata që më le amanet në këtë jetë, nuk e haroj në ato qaste agonie, kuroj një terdëm për të marë, më pëshpërite nga dal, amanet djemt t'i lash. Të miritësh si dritë e syve, se ata janë kopjoja ime. Në këtë bot ka të egër, në përkujtime mendoj ty, që nuk të ka më pranë, që t'i ndanim halet bashk, por më le një pasuri të madhe, më le një pasuri me vlerë, më le 2 djemë trima, që janë shembull im, ytë në çdo aspekt. Janë dhe do të jenë, dhe do t'i dua gjersa frim të kem, i shtrenjti im, Bexhet. Mimoza, unë e vëre nga toni zërit, nga vargjet, nga fjalët që ke vendosur në këtë poezi, e shoh që dhimbja vazhdon edhe në këto ditë, edhe pse kanë kaluar shumë e shumë vite. Ju troni ta kujtoni bashortin tuaj. Po ka nuk mundem të haroj dot. Ishe 27 vjeçe. 27. Okej, kishe edhe 2 djemë, që nuk është gjë e lehtë për ta rregulluar jetën. 27 vjeçe nuk t'u dha mundësia, apo nuk doje? Në atë kohë që isha unë fëmijët i kisha të veqël. Edhe nuk doja se do mi donin fëmijët, si që donë të Bexheti. Edhe tani më thonë fëmijët, më kanë thënë leje që mund të shikosh. Po tani nuk e kam
nuk dua më, se jam lënduar të mërësish nga i dashuri. E dashuri që unë u rëndova shumë dhe ra shumë poshtë. Nga jo dashuri me lëndoj shumë. Ti e ke gjetur ngushëllimin e krijimtaria? Po. Të është dhënë mundësia që përveç se vetëm rrjetin social të cilin ti e ke shfrytzuar, por në takime me shkrimtar, në aktivitetet të ndryshme që organizon, a je pjesë e tyre? Vetëm në Tiranë kam qenë para 3 vjetëve në një event poetik me Zamira Koranqi. Ajo më ka ftuar që recitova këtë poezi që recitova. Kisha 2 që mi caktoi Zamira, po unë zgjodha këtë. Kjo ishte më përshtatshme që recitova. Vetëm kjo dalje? Po te rrethet e shkrimtarëve nuk je pjesë? Pastaj Gjirokastra, ka një angazhim? Po atë që kemi ne ai fton ata që një ai. E kuptoj. Edhe nëpërmjet bëhet një festival i poetëve që bëhet diku te data 25 maj. Nuk më ka ftuar njëri nëpërmjet. Unë jam ftuar në televizionet të ndryshme dhe nuk e di pse s'më kanë ftuar nëpërmjet. Kur kam botuar këtë librin e parë, kisha ca probleme se nuk kisha mundësi financiare. Më ka ndihmuar një njeriu tim që financioi atje dhe ja kam dhënë këtij që kemi në Gjirokastër, Kristaj Shabani. Ja dhash aq kisha lek, aq i dhash. Edhe ai nuk ja kishte dhënë kësaj Mimoza Ahmeti që ka vajtur te ferma VIP, edhe gjej rastin ta përshëndes dhe i uroj suksese. Ne do ftojmë të gjithë teleshikuesit që të ndjekin dhe një poezi tjetër që kemi përgatitur për ty dhe pastaj do kalojmë te pasioni tjetër që ke ti për këngën. Pra, forca që ka një grua si ti për ta gjetur veten dhe për të mposhtur sfidat e jetës, edhe tek poezia apo edhe tek kënga. Ndjekim poezinë para se të kalojmë në vijimsinë e bisedës. Ku shkoi rinia ime? Ku shkoi rinia ime? Ku shkoi? Unë nuk e di. Ku shkoi rinia ime dhe dëshira që kisha me ty? Ku shkoi rinia ime? Ku shkoi? Unë nuk e di. Ku shkuan ëndrat që mbetën atë ditë, kur nga gjërimi ke ti? Ku shkoi nusëria ime? Ku shkoi? Unë nuk e di. Fustani bardh që vesha dhe lotët ku aty më ngrin, ku shkuan ëndrat, plane që thurëm të dy. Ti ke begjet, po pas le mua dhe dy jetim. Ku shkoj ajo buzëqeshja që kisha në sy? Me të drejt pyes veten, ku shkoj rinia ime? As vet nuk e di. Kjo pra ishte poezia, janë dhe shumë të tjera që ju mund t'i gjeni tek vëllimi poetik, Trisht dhe Ndjenjë. Me poezi Mimoza Nebiaj. Mimoza, libri është shpërndar në Shkodër ose ku mund t'a gjeni, apo të kontaktojnë direkt me ty? Bisedën gjysëm për Mimoza Ahmeti, që te më ka ndihmuar jashtëzakonisht për botimin e librit. Se ky që cilësova nuk i kishte edhe lekët, dhe unë prisja që të vinte libri. Kam marrë Mimoza Ahmeti në telefon dhe i kam thënë që këtu kam dërguar një libër me poezi, tha Mimoza nuk në kanë ardhur lekët, tha. Megjithatë se unë jetoja me të ardhurat pakta. Megjithatë tha unë librin do të botoj, tha dhe të vish ta marrësh. Më ka botuar 300 kopje. Ai ka bërë Mimoza këtë gjë. Te shtëpia botuese Marlin Barleti në Tiranë, atje e kam botuar. Edhe duke shitur bidonat e qumshit, më merrni dhe librin se u vinte keq. Sa bukur kjo gjë. Edhe falenderoj shumë Mimoza Ahmeti për një ndihmës që më ka dhënë jashtëzakonisht. Asnjë s'më ndihmoi për botimin e librit. Qartë. Ku mund ta gjejnë? Teleshikuesit kontaktojnë direkt me ty? Kam unë. Te libraria në Gjirokastër. Po, në Gjirokastër në Shkodër e ka shumë të vështirë për të ardhur. E unë u ahet në post. Po, në rrjetin social? Në Facebook, Mimoza Nebiaj. Mimoza Nebiaj mund të kontaktojnë direkt me autoren dhe pastaj porozisin librin. Edhe menaxhoj unë librin se shtyp na 5 e na 10 në te librari në Gjirokastër dhe kush e kërkon, unë u apostoj në post. Okej. Kush e kërkon. Është shumë interesant, janë poezi pafund. Unë ndoshta vetëm titujt e tyre për kufizimi për njerëzit, çdeshe, mall, zemër lënduar, le të them dhe unë një thënie, vargje të thjeshta për baban tim të mirë, etj. Pra,
mund të kontaktoni direkt me Mimozën e Biaj dhe porosisin librin tuaj. Kalojmë pak të pasioni tjetër që ke për këngën. Po, kam shumë pasion për të kënduar. Dikush që këndon në familje që ajo i geni për të kënduar? Nuk këndon njëri në familje për të kënduar, vetëm unë isha në familje që këndoja. Kur isha e vogël me hitë një vlezërit maj dolapit, në mbaj shfaqje, në të oda plot me jepja shfaqje maj dolapit me hip të vlaj matë, edhe atje këndoja. Dhe kur isha në punë që punonim në brigadë, venim në zborë, më thoshin mua që do këndosh një këngë. E këndoja në këngë rinin të tërë mbani qëtësi. Edhe pastaj fillova me këtë këngën e parë, më takova me një shkrimtar në Gjirokastër dhe ai shkruan libra, edhe kisha një tekst këngë e Më lodhi kurbeti. Kënga e parë titullohet Më lodhi kurbeti. Edhe thash do ta marr unë, këtë këngë do ta këndoj. Po ti s'ka qenë kurbet, më tha mua. Po do ta marr se më pëlqen. E mora, kam vajtur me një orkestrant, Stavri Lula që titullohet ai orkestranti. Edhe buri ai këngën e parë ka bërë Stavri Lula, nuk e kam bërë unë, as muzikën, as tekstin e ka bërë ai shkrimtari. Edhe me atë kam dalë në treg me këngën Më lodhi kurbeti. Kishte shumë shikueshmëri ajo këngë. Pastaj me këngën e dytë ku i ka rënjët mërzia për hallet e mia. I bëra dhe muzikën edhe tekstin e kam bërë. Pastaj kënga e tretë titullohet Zemër e padëgjuar, i them zemrës që nuk më dëgjove, që u lëndova në dashuri jashtëzakonisht, edhe nuk ishim figurant për të bërë këtë këngën, edhe kam rënë vetë kitarës. Dhe thot taj kameramani, si do të bëjmë, unë nuk kam mundësi të paguaj, tash unë dhe figurant, aq mundësi kam, tash ti. Ai orkestranti tha, do t'i bjesh vetë kitarës, ta, pastaj. Pa ditur ti t'i bjesh? Pa ditur fare, një të marrë kitaren unë edhe bam atyre telave si thaj do t'i bje këse. Për të krijuar imazhin. Edhe një tëra doli bukur. Po, doli bukur. Ta ndikim teleshikuesit si thua, t'ju prezantojmë atyre këtë këngë që ka dhe një video të këndshme të bukur e kuptohet me sakrifica e bërë. Ndjekim më këngën. Zemër
këto janë këngë të realizuar, pra ti ke arritur deri tani të bësh 3 këngë, ëh? Po, 3 Sa po kuptoj, kjo e fundit është e sa po dal? Sa po dal ka 3 muaj, 4 muaj që ka dal kjo në treg edhe kishte shumë shikueshmëri. Po, angazhohesh në ndonjë ambient për të kënduar apo diçka tjetër? Jo, nuk më kanë marrë. Në ndonjë aktiviteti jo. Në koncerte jo. Nuk më kanë marrë. Kam kërkuar të bashkëpunoj me këngëtarë të ndryshëm, po më kanë thënë jam e zënë për momentin, kur të vi sezoni do të marrim. E su kam thënë më pastaj. Po ti si ke lënë përpjekjet e tua? Nuk i ke lënë për të kënduar këngën. Kam edhe në dorë një këngë tjetër për këngën të Tabanit. Edhe dua ta bëj edhe atë, po kur të ke mundësi, se duhet kesh edhe buxhet të bësh këngë. Po, aty ku ndalohen disa ëndra, sepse dashë pa dashë e ka një faturë që duhet i shoqërojë ato. Pasionin tim nuk e ndërpres midis halleve që ka me problemeve të mia shëndetësore që herë bijem, herë bjerë ngrijem, unë nuk e lë. As këngën, as poezinë, unë do ta me lot në sy unë do het vargje. Po, ç'a të motivon më shumë në këtë jetë? Ç'a të nxit? Që ti nuk do, në asnjë mënyrë ta lëshosh veten, të dorëzosh. Unë një detaj ta kap, të dal në rrugë, të kap një detaj, për shembull të shoh një ngjarje në rrugë apo diçka kështu, unë do vi në dhomë, do ta hedh atë në letër, ë? Në letër më njëherë. Ca vargje i krijoj aty ku jam, pastaj i krijoj atje ku vete në dhomë dhe duke qarë hedh ato vargjet në letër. E ke pak problem faktin që, shiko, ne kemi shkrimtar, po s'kemi fort lexues. Të shqetëson kjo gjë? Kjo më vret shumë. Të vret, ë? Më vret shumë jashtëzakonisht se shikojnë celularin të gjithë. Mua më bën përshtypje se edhe në një vdekje në vaki të vesh, celularit e koka, nuk e vën në silent. Po flasin me iti atje në mes të dhomës. Kjo është të vazhduar në kokë. Ka ikur ajo dëmshuria për të vdekurin, për cile njërë të vdekurin, pastaj fol telefon. Tani ka ardhur për të fol telefon apo të qash me itin. Ka ikur ajo, s'ka asgjë, ka ikur dëmshuria, ka ikur respekti, çdo gjë në rrugë, të dalësh në rrugë, fjalori të lë për të dëshiruar. Fëmijë, moshë e rritur edhe burra, shajnë me një fjalor. E kthehem ndonjëherë që nuk më rigoja. U them bravo qoftë. Bravo. Pse flet? Po do flasi, thashu. Ja sigur kishe gruan tënde, kishe nënën tënde tani me këtë fjalor. Bëhet ecet përpara nuk ecet. Ditë për ditë vrasje, ditë për ditë përdunime, aksidente vetëm në Shqipëri. Nuk ecet kështu. Mi po zakurie me ndonë, për shumë, qa planesh ke? Qarë do bësh tjetër? E zbulove pak më përpara, je duke bërë dhe një këngë tjetër? Po, jam gati që të ashtu. Dhe dua të botoj dhe librin e dytë, se nuk kam mundësi financiare, po ëndra ime unë dua të shoh fëmijët, të lumtur mos të vuajnë siç kam vuajtur. Unë kam vuajtur jashtëzakonisht shumë që t'ja tregoj dhe varrit kur të vete të mbështetem atje, që kam vuajtur shumë në këtë jetë. Edhe dua të shoh fëmijët të lumtur, të marrë nëpër e mbesa në duar. Ai është gëzimi im i vet. Po, Mimoza, me problemin tënd me cilin edhe e hapëm emisionin, ku janë probleme shëndetësore me cilat i ke sfidën më të fortë, që ke aktuali, që është e tashme. E gjiri. Që po pret edhe analizës se si do dalin ato, nëse do t'i futesh një ndërhyrje kirurgjikale apo jo. Do bëj kontrollin, do bëj mbjellje në Gjirokastër. Pastaj do bëj memografi eko. Po të ndjekin shumë gra që e kanë këtë problem dhe ky problem është goxha i përhapur. Domethënë ka shumë gra që e vuajnë këtë problem. Atë ditë unë kam qenë vjet, ka qenë, isha 52 në radhë. Në gra. Në Tiranë, pra ishë 52 gra që po prishin kontrolin. E 52-ta isha unë. Sa të vinte radha, t'ikte doktori për të parë përgjigjen e ekos. Atje kishte gra me një gjitë hequr, me të dy, me flok të rëna. Kishte kimia nuk mbante më, të hape i barku. Edhe thosha në poezin që kam krijuar, pse gruaja krijesa ka që brisht të vuaj mbi këtë tokë. Kjo që jep jetë ti ke para. Ajo duhet të jetoj. Gratë janë një forcë e madhe e këtij vendi. Gratë vriten me spata, me hanxhar. Grave ua ka dhënë jetën tjetër kush. Nuk duhet të marr as bashorti, as dashnori, as tjetër kush në këtë vend.
duhet të ngrënë zërin ku do që t'jenë, mos të rinë të ndrydhura për hir të fëmijëve, ajo rrim me një burr pianec, me një burr që e re. Jo, unë nuk e dua të jetë ashtu, jam më mirë vetëm kështu. E kërkoja deri dje që të bashkëjetoja me njëri, tani jo, nuk e mendoj fare, fare në përmend që të... Është e vështirë të jetohet vetëm? Është shumë e vështirë, sidomos për një grua që të ri vetëm. Një burr nuk e bën dot, po gruaja edhe e bën, po të ketë edhe ekonomi që të eci përpara. Të jetë zonjë vetet, të ketë një punë që të jetoj, mos të mbështetet e një burr që t'i zëj lekët në goja i nesër, të ka mbajtur unë si shtonë, rëndom. Këta dhe në krijimtari, që të dëgjosh këta orkestrantës, se unë i kam dëgjuar me veshtë mi, që to unë e kam bërë këngëtare këtë. Unë nuk ja lejoj vetes kur që të më thot një orkestrant që unë e kam bërë këngëtare Mimozën. E të dalë një orkestrant e të thot. Unë e kam marrë kredi në bank për të bërë këngën. Mimozën, e zëmë se problemi shëndetësor do zgjidhet dhe ne ta urojmë me shumë shpirt. Faleminderit shumë. Që analizat dalin shumë mirë dhe mos kesh fare nevojë as për operacion. Nëse gjërat do shkojnë mbar, pra dhe do të shmanget, do të largohet si problem, do të kemi një libër të gëzueshëm, po ta bëj dhe unë atë pyetjen. Po, të ketë në qoftë se unë dalë mirë, me problemin e gjirit e problemin tjetër që kam shëndetësor, që her pas here kam ankth, kam panik, duhet eci për para. Mos ta kem këta. Pra dëshira është? Dëshira është që ta botoj atë librin e dytë, se kam nisur dhe romanin e tretë jetës time, të ngrihesh mbi dhimbjen. Po shkruan për veten tënde? Po, për jetën time. E ke kurajë për t'i thënë gjërat ashtu siç ka ndodhur vërtet? E kam nisur 2-3 faqe, edhe sa shkruaj një varg, unë do lotoj. Nuk vazhdoj do të më pastaj, se më kujtoj në gjithë jeta time e vuajtur. Një vajzë e vogël me ëndra plot, që vdes bashkëshorti në moshën më të bukur, ai që 33, unë isha 27 e bënim plane për të ardhme, do bënim shtëpi se më la pa shtëpi, me një dhomë qendër brigade 2 metro katror. Do e bëj kështu mozë, do e bëj ashtu, thoshte. Iku për herë të parë në Greqi dhe më tregoi që se si u shfaqën simptomat kur ishte me vëllain edhe me burrin e kunatës në kufi në Greqi. Edhe grekët kishin zënë një djalë 17 vjeçar dhe po e rinin. Natën, në pyll, atë ko u trëm. Atëherë u trëm gjaku, u prish gjaku, atëherë u shfaq leuqemia. Edhe bënte shumë plane, mozë tha unë do bëj shtëpi 2 katëshe. Më tha i bëri. I mori me vete të gjitha dhe mua më lav një vajzë të re 27 vjeçë në moshën më të bukur. U përmbys gjithë shka, me 2 fëmijë të vegjël në duar që më vini në prerë e më kërkonin baba. Nuk ka dhimbje më të madhe të vdes bashorti. Çdo njeri mblidhet në shtëpitë tia, po nuk ka si burri, si bashorti e si gruaja. Tani ndajnë për qef. Po unë u them ta kisha gjallë do ta doja më me zjarr njësoj si në ditën e parë. Mimozën e na vjen mirë që ai të ka lënë kujtime të bukura dhe për më tepër ke 2 pasuri të mëdha që janë djemt që erdhën nga kjo martesë. Ne të urojmë, t'japim shumë kurajo në vijimsinë e jetës tënde dhe frymëzime të vazhdueshme me poezi. Mos u ndaj shkrimit të poezisë, as këngës, sepse mirë është njeriu të gjej pasione, të jepet pas tyre, kështu edhe ekuilibron dhimbjen që ka. Duhet të dalë edhe unë evente të ndryshme të më ftojnë për koncerte. Dhe këtë dalje publike, okay, këtë të mirë kanë, që dashur pa dashur një person i interesuar të telefonoj, të përfshin aktivitetet të ndryshme. Që unë bëj dhe tekste këngësh. Këto klubet e pafundme të shkrimtarëve që janë pothuajse në çdo bashki. Nuk flasin, nuk më kanë folur, nuk e di vetëm ajo Zamira Korançe që më ka folur në Tiranë, eventi poetik, se ishim shoqe në Facebook, shikonte poezitë e mia. Unë jam shumë e sigurt që shkrimtarët në Shkodër të mirëpresin, të paktën aktivitete të tjera do të tregojmë dhe ne të vëmendshëm. Dëshira është e madhe dhe juve duhet ta keni. Megjithëse është një copë rrugë e largët që duhet bësh nga Gjirokastra për në Shkodër. Do mundohem se unë dëshirën e pasionin unë e kam të madh. Nuk i ndajem ndërstime këngës edhe poezisë, unë nuk i ndajem. Për këngët e Mimoza Nebia ju mund të klikoni në YouTube. Atje do t'i dëgjoni, t'i shihoni dhe ne patë mundësi t'i japim njërën prej tyre, ndërsa veprën Trish dhe ndjenjë, një vëllim me poezi, ju mund të gjeni vetëm duke kontaktuar në rrjetin Facebook
duke biseduar me Mimozën, mund të bëni porosim për të gjetur librin e saj, ajo mund t'ju dërgoj me post, ja vlen që të lexohet. Është një libër që ka një dhimbje shpirtërore, ashtu siç e tha dhe Mimoza, çdo varg i hedhur është shoqëruar me një pikë lot, sepse ka ngacmuar gjithë kujtimet e jetës saj, të dhimbjet të madhe që pa gra e kalojnë. Mirë, ne do kalojmë në një pjesë të dytë e emisionit, që është një reportazh që kemi përgatitur në një shkollë, në shkollën Agim Tafili në Bërdic. Pra, jemi në zonën e Bërdicës, një aktivitet i jashtëzakonshëm, nuk kisha parë që të viheshin në lëvizje gjithë komuniteti, mësuesit dhe nxënësit për të realizuar një projekt me të vërtet me vlerë. Le të ndjekim këtë reportazh dhe do rikthehemi në studio për të bërë dhe mbylljen e emisionit. Në fokusin e emisionit Arom Shkodre, shpesh kanë qenë shkollat publike, të cilat jo pak herë sjellin finalizime projektesh, mjaft të bukura në dobi të nxënësve dhe komunitetit. Dhe në kësaj radhe kemi udhëtuar drejt shkollës Agim Tafili në Bërdicë së Sipërme. Ndodhemi fare pranë qytetit të Shkodrës dhe ndoshta njësia më e afërt me qytetin. Bërdica ndahet në disa pjesë nisur nga pozicioni gjeografik dhe ne ndodhemi në atë të Sipërmen me rreth 1500 banor. Si çdo zonë tjetër në gjithë Shqipërinë, edhe këtu emigracioni dhe migracioni janë të theksuara, çka ka sjellë në tkurrjen e popullatës. Del detyrë jo vetëm me institucioneve përkatëse, por edhe organizatave apo shoqatave të ndikojnë sa të munden në tkurrjen e fenomenit dhe dhënien shpresë apo perspektivë banorëve për të ardhmen e tyre. E për këtë objektiv gjithnjë mbeten shkollat, aty ku dhe po arsimohet brezi i ri. Ne do të ishim pjesë e finalizimit të një projekti, i cili ka kohë që ka nisur dhe titullohet Mbështetje integruar për familjet e prekura nga migracioni, financuar nga GIZ nëpërmjet Institutit për Politika të Qëndrueshme, zbatuar nga shoqata Shpresa për të Ardhmen, me kryetare zonjën Pranvera Marku. Ky është një projekt në mbështetjet e familjeve të prekura nga migracioni në zonën e Bërdicës. Projekti është i financuar nga GIZ nëpërmjet Institutit për Politika të Qëndrueshme. Në këtë projekt ne kemi pas aktivitete me gra dhe me fëmijë dhe sot është një ekspozitë e gjithë punimeve që këto kanë realizuar gjatë këtij projekti. Është një punë e madhe që është nisur kohë më parë, ku Panairi, i cili do të grumbullonte pranë vetes mjaft vizitor, përmbante një mori krijimesh të nxënësve të punuara me shumë dashuri. Ato vinë si një produkt i programeve kurrikulare në fusha të ndryshme. Pjesë e programet mësimor ishin dhe projektet kurrikulare që këto kanë punu në aplikacione, pikturë dhe tema të ndryshme, tema për mjedisit, si dhe punimet të ndryshme sipas dëshirave dhe aftësive të tyre. Shkollës Agim Tafili këtë shtator ju dha e drejta të jetë një shkollë si qendër komunitare dhe një profil i tillë i jep shkollës mundësinë të aplikojë në një sër projektesh. I parë që jemi shkollë qendër komunitare. Falë bashkëpunimit të shoqatës Shpresë për të Ardhmen, ne kemi bërë sot pra ditën e panajireve, se kjo shoqatë na ka mbështetur me një kurs rrugë qepësie, pasi shkolla si qendër komunitare kemi 5 klube të ndryshme, ku njërin ndër klubeve është edhe qendristaria. Dhe falë bashkëpunimit të tyre, ky projekt na ndihmoi edhe me bazë materiale për shkollën si qendër komunitare, duke na ofruar pra këtë kurs të robotqepësisë, gjithashtu dhe integrimin e grave të komunitetit. Ne sot kena bërë faktikisht përfundimin e projektit të SHQ-s. Disa nga projektet janë qatë temave që ne kena bërë qatë kohët të SHQ-s, që të qasha e organizume edhe nga shoqata Shpresë për të Ardhmen, e cila ka qenë një financim për disa nga produktet tona. Aty kena dhe këndin e qëndristarisë në të cilën shkolla jone ka pas hapur këndin e qëndristarisë si projekt nga shoqata Shpresë për të Ardhmen, ku kanë punu gratë dhe vajzat e reja në ndihmë të komunitetit. Përveç se
edhe këtyre materialet të bukura me të cilat fëmijët tanë i kanë bërë me përkushtim, me shumë dashuri, i kanë bërë duke qenë se të gjithë njerëzit kanë marrë pjesë, janë bërë punë me grupe, gjatë kohës ne kemi menduar të bëjmë edhe një panajër të bukur, në të cilin janë shprehur talentet dhe gatimet e fëmijëve si pjesë kryesore të shkollës qendër komunitare. Të gjithë e kanë pritë mirë edhe kjo na ka ndihmuar shumë, sepse mas mësimit, mas orës mësimit janë bërë të gjitha projektet edhe kanë zhvillu krijimtarinë e mendjes fëmijëve edhe e kanë pritë të tonë, si me thonë krahapun, të tonë e kanë pritë mirë. Është për tu përgëzuar fakti që në projekte janë përfshirë edhe fëmijë me aftësi të kufizuara, të cilët kanë dhënë kontributin e tyre për krah fëmijëve të tjerë. Ne kemi edhe fëmijët me aftësi ndryshe, në të cilën neve na kanë gatu dhe kanë marrë pjesë të kjo organizim, sepse neve kemi bërë për shembull pjesë shumë të bukura me fëmijë me aftësi ndryshe, qoftë edhe gatimet që neve kemi bërë me këto fëmijë me aftësi ndryshe. Pra ne janë organizuar si pjesë e shkollës qendër komunitare. Të gjithë janë angazhuar dhe kanë dhënë idetë të tyre për me bërë çdo projekt. Kemi përfshirë edhe gatime tradicionale të zonës së Bordicës, ushqime nga më të ndryshme, kemi përfshirë edhe aktivitete sportive që kemi kriju edhe një klasë të klubit sportiv, edhe këtu na ka mbështet përsëri edhe shoqata Shpresë për të Ardhmen, na ka investuar pra te klubi i sportit, duke krijuar një ambient të përshtatshëm për fëmijët mbas procesit mësimor. Pra jo vetëm në ditën kur ato kanë klubin e sportit, por edhe në ditë të tjera gjatë javës, mbas procesit mësimor të bëjnë lojra të ndryshme argëtuese. Pra duke përdorur inteligjencën mund të shikoni edhe ambientet që kemi aty në pjesën e pasme. Në projekt janë përfshirë nxënës, por dhe komuniteti, kryesisht nënat e fëmijëve. Janë përfshirë pra nënat e nxënësve të shkollës tonë, ose pjesa e komunitetit, ato kanë ardhur në kohën pas procesit mësimor, se edhe ora e qëndësarisë pra, ose kursi rrëvëqepsisë që ne kemi ndërlidh, zhvillohet mbas procesit mësimor, pra nga ora 1 deri në orën 2:30 të pasdites. Kemi pra edhe fëmijë që ndrojnë në shkollë duke bërë aktivitete të ndryshme, jo vetëm pra mamat vazhdojnë kursin e rrëvëqepsisë, por fëmijët mësojnë, bëjnë detyrat, bëjnë pikturën. Mbasi mbaron procesi mësimor. Mbas procesit mësimor. Është një projekt që ka patur dobin jo vetëm tek mësimi i gjërave të reja, por dhe ka argëtuar fëmijët e vitalizuar jetën në shkollë. Fëmijët e kanë pritur shumë mirë që është në shtator që ka filluar procesi mësimor, pra ku kemi hapur si shkollë qendër komunitare, por edhe prindërit e pritin shumë mirë kursin e rrugëqepsisë, se krijuan edhe ato një afërmitet më shumë me shkollën, me fëmijët, me njëritet, i fshinin vetë aktivitetet që bëjnë fëmijët brenda ambienteve të shkollës, pra ishin prezente edhe prindërit, duke pa fëmijët se çfarë bashkëpunimi bëjnë. Dhe autoriteti i shkollës? Ne tani e kemi punuar me qëllimin për të treguar më tepër për mjediset, për shembull për habitatet ujore, edhe habitatet. E si dhe vetë të? Po. Të pëlqen deti një? Po. Po. Kjo është një balen? Po. Po, e sa bukur e ke bërë një herë. A çfarë ke përdorur për këtë? Akvarel shoh apo jo? Po. Kam përdorur bojërat për kocse që i duhen, edhe pak janë bojërat që nxitsa vetëm për me jap një diçka më shumë po. Shkëlqimin e ujit. Të bësh piktore ti? Shpresoj. Shpresoj, kemi pasim të. Po. Që magjishme një. Kjo flutër është me uta kokrat, edhe është një letër, e kam vizatu i herë më para, ma ne i kam gjitë. Gjitë, ha, ose që
Kanë rezistuar dhe kanë qëndruar. Nuk më kishte shkuar mendje fare që mund të bëj me një material të tillë. Më ka pëlqyer dhe i kam treguar edhe shoqet e shoqët e mia dhe aty i kam pëlqyer shumë. Sa mirë. Unë kam ba këtë bicikletë mëse, kena ba vetë si shkollë, edhe mendimin e tjerëve, por ma shumë e kam ba unë, sepse edhe shkolla, edhe vetë e mërë shkollës mëse, është Agim Tafili që ka kënë dikur një ciklist. Leonat Kollën, trajnerin e Vllaznis. Ju keni edhe një 4 lojtarë të Vllaznis vetëm nga Bërdica, apo më shumë? Ciklist. Si ke bërë? Çfarë ke përdorë? Po kene përdor fe, lilësa, edhe gosht të thunë, mëse. Po, që të krijojë dekori, po sa bukur që ju ka shkuar mendja të vendosë si fije, pastaj dhe e keni kthyer në një punim artistik. Gjatë kohës që mami jem ka qenë në rrugë gjepsik, ka marrë pjesë dhe unë. Disa nga punimet e mia është ky libër këto, këto zile që kemi bërë për vitin e ri, ajo piktura dhe ajo tjetra. Domethënë ti paske shumë talente, një priti marrë me radhë, atëherë ti qëndis, po, ti bën piktura dhe i bën shumë mirë të gjitha. Çfarë klase je ti kaq e vogël? Klasë e 7. Të vlen kjo që të mësosh të qëndisësh, të pikturosh, të vlen? Po, më vlen shumë. Ta ka bërë shkollën më të bukur një çik që merresh me këto gjëra? Po, më ka bërë çik një bukur. Që ti ku bëjmë projekte të tilla në shkollë? Po, shumë. Ka qenë shoqata Shpresë për të ardhmen që zbatoi projektin e GIS dhe rezultati është shumë i dukshëm. Ky bashkëpunim na ka vlejtë shumë dhe shpresojmë që bashkëpunimet të tilla të kemi edhe në vazhdimsi, se me shoqatën Shpresë për të ardhmen kemi bashkëpunuar edhe më përpara, kemi gjetur një mbështetje shumë të mirë dhe besoj se do ta vazhdojmë këtë bashkëpunim edhe në vitet në vazhdim. Kanë vlerë këto projekte, a e gjallërojnë çik jetën në shkollë? Po, mëse kanë shumë vlerë edhe e bojnë shkollën, e zhvillojnë shkollën më shumë. Këndi gatimeve tradicionale përveç befasis që t'i jep me larminë e madhe të gatimeve, po tregon dhe gatishmërinë e prindërve për të kontribuar edhe ata në shehmin njohjen ndaj projektit që u zbatua në shkollë me nxënësit. Këtu është bujaria e prindërve, në të cilët fëmijët kanë gatuar bashkë me prindërit në shtëpi dhe ne i kanë sjell gatime tradicionale të zonës, siç ishin edhe ëmbëlsirat apo edhe gatime të ndryshme që ata kanë bërë plot dashuri. Nuk ka gjë më të bukur se sa të shohësh nxënësit e klasave pranë punimeve të tyre ose të ndihmuara nga nënat të tregojnë se çfarë kanë sjellë në panajir. Nga ana tjetër, mësueset bëjnë një marketing të shkëlqyer, që secila tavolinë të jetë e suksesshme në tërheqjen e blerësve, të cilët do të kenë mundësi zgjedhje të mëdha. Duke parë se çfarë bëjnë duart e arta të nxënësve, komunitetit, mësuesve dhe drejtuesës, kupton autoritetin që merr kjo shkollë, kur të gjithë i bashkohen qëllimit të përbashkët. Shkolla Agim Tafili aktualisht ka 102 nxënës dhe 25 voglush të kopshit, si dhe një staf prej 14 mësuesish të kualifikuar. Në dilemën e prindërve se ku mund të gjejmë arsimim më të mirë për fëmijët tanë, mendojmë se kjo shkollë e ofron këtë gjë dhe komuniteti nuk ka pse e kërkon diku larg shkollimin cilësor. Nuk e mendoj se nështë shkollat e tjera janë ose më nalt ose më poshtë se ne. Se dhe këtu ka talente, ë? Po, patjetër. E keni shiu këtë projekt? Jeni kënaqur tani që e finalizoni? Po, shumë. Patjetër, fëmijët e komunitetit të Bërdices duhet të ndjekin shkollën këtu ku janë dhe ne jemi shumë të kënaqur për këtë komunitet se nuk i largojnë nxënësit nga shkolla jonë,
pasi ato kanë gjetë një bashkëpunim shumë të mirë ndërmjet mësuesve, stafit përgjegjës të shkollës, pavarësisht se lëvizjet janë emigracione, se numri i rënë të lindjeve, por lëvizjet nuk kemi pasur gati për 12 vjetëve që unë jam këtu, nuk kemi lëvizje të shkojnë në shkollat e tjera. Mund të themi se qëllimi i projektit tashmë është përmbushur. Fuqizimin e grave dhe të keni mbështetje të integruar gratë dhe fëmijët e këtyre zonat prekur nga migracioni. Ne do të largohemi nga shkolla 9-vjeçare Agim Tafili me një ndjesi shumë të mirë, një projekt i përmbushur, por dhe një mikpritje që të bën të rikthehej shumë shpejt te kjo shkollë, një institucion ku punohet me dashuri e përkushtim. Ky pra ishte reportazhi që ne kishim përgatitur, i përgëzojmë edhe një herë komunitetin e Brdicës, mësuesit, drejtuesin e shkollës, një zonjë shumë e nderuar që u rinte punëve mbi kokë, por edhe shoqatën Shpresa për të ardhmen, e cila e implementoi këtë projekt pikërisht në shkollën Agim Tafili. Shumë suksese dhe përgëzojmë çdo shkollë që ndërmerr iniciative të tilla dhe i çon ato deri në fund. Jemi në fund të emisionit, në pjesën e parë ne patëm një bisedë të dhimbshme me histori jetësore të zonjës Mimoza Nebiaj, por na gëzon fakti që ajo shkruan, këndon, ishte një figurë e re e sjellën në emisionin Arom Shkodre. Do doja që të gjithë teleshikuesit që e kanë ndjekur bisedën të krijojnë kontakte me zonjën Mimoza Nebiaj, janë kontakte bashkëpunimi. Bashkëpunimi janë aktivitete të ndryshme letrare ku ajo tregon shumë e gatshme që të bëjë pjesë e tyre, por dhe në fushën e këngës, pse jo, një njerëz që gjen forcë te pasionet e saj, te hobet e saj për të mposhtur vështirësitë që i ka sjellë jeta, ku vështirësia më e madhe e momentit është ajo e luftës që po bën me një sëmundje, për të cilën e presim gjithmonë lajme të mira të gëzueshme. Faleminderit. Shpresojmë të kemi sërish në emisionin Arom Shkodre, ndoshta me vëllimin e dytë, ta realizosh, të kapërcesh sfidat, dhe fal njerëzve të mirë ti, po. Mas e del dikush që të më ndihmoj në botimin e librit të dytë, dhe kam shumë ëndër. Mas e del një sponsor edhe të botoj librin, mos të më mbetet në sirtar pa botuar, se nuk kam mundësi financimi që ta botoj. Mimoza, të falenderoj që ishe prezent me ne në studio, që na solli pak Arom Gjirokastrën në Arom Shkodre. Unë falenderoj dhe me që më dha rasti me anë të këtij televizioni që duhet ta di dikush që unë s'kam dashur asnjë për lek. Kam dashur për atë që janë të vërtet. Mimoza Nebiaj ta dëgjojnë mirë që nuk dashuron njeri për lek, po vetëm për njerëz. Që të jenë njerëz në ratë të parë të kenë respekt për dashurinë. Dhe unë ju falenderoj që më ftuat në televizionin Shkodra, respekt e pafund nga Mimoza Nebiaj nga Gjirokastra, që më gjetët një hapësirë në televizionin Shkodra. Nuk di si të falenderoj. Falenderit shumë që ishe me ne. Ritransmetim në emisionin ju do të keni mundësi ta ndiqni ditën e shtunë në orën 15:30, ashtu siç është bërë më tradit në të gjitha transmetimet tona, dhe ndërkohë ju lënë në shoqërinë e programeve të këtij televizioni. Natën e mirë.